vlog I ri, ja ku jemi, jam bërë gati edhe tani do ju tregoj pak gjërat që kam bler, sepse nuk kam pasur mundësi t'ju a tregoj, nuk e kam hapur fare kamerën këto ditë. Mbrëm kisha edhe njerëz për dark, do me thënë njerëz, ato janë si të shtëpisë se tashmë vinë shpesh, Bela edhe Leksi me Rozin, vllai do me thënë. Edhe kështu, për ju që po më ndiqni për herë të parë, përshëndetje, shpresoj të kënaqeni sa më shumë me videot e mia. Tani do ju tregoj gjërat që kam bler, një porosi që më ka ardhur nga Temu dhe dje isha pak tek Tegu përsëri, s'mund të rri pa shkuar. Edhe bleva, po ju tregoj këto të Tegut në fillim. Bleva 2 maska, si zakonisht, edhe I kam atje. S'po ja u tregoj se kam marrë ato me kafein që ja u tregova herën e kaluar, ishte super. Ju a sugjeroj, ose prit t'ju a tregoj se ndoshta se mbani mend, por kjo ishte një mrekulli. Do me thënë unë këtë do e riblej, gjithmonë. Mbaj pak gjatë nga 4-5 orë, por super. Tani, unë mora 2 gjëra bazike dje. Mora këtë bluzën e thjesht, sepse nuk kisha një bluzë të thjesht pak si oversize. Të mora tek Stradivarius, shumë lirë, 8900 e ka çmimin. Është super e thjesht për ta veshur poshtë me një pulovre, ose edhe kështu është shumë e bukur. Tjetër, edhe kjo gjëja që kam bler, është bazike, por është shumë e veçantë dhe e pas kam rrudhosur që e kam futur keq në qese. Është kjo këmisha që ka këtë si prerje, se tani nuk duket, po kur ta vesh, do duket, ka këtë si prerje këtu, si pala, shikoni. Tek Zara mora këtë, 34.500. E kisha parë online në fakt, edhe më pëlqeu shumë. E kam ide në kokë se si do e kombinoj. Këto ishin gjërat që mora tek Tegu, tani gjërat e Temu. Shikoni se çfarë kam marrë hera parë që marrë rroba në Temu, por u fiksova me këtë bluzën, me këto detajet e tantellës që kanë dalë në modë. Edhe thash, edhe kështu vishet, kjo I ka dhe te mëngët, shikoni sa e bukur që është. Materiali nuk është se, normalisht, material Temu, po nuk është se është dhe I keq. Besoj bukur, ngjan veshur, materiali nuk është I keq. Tjetër, kjo është gjëja më e bukur që kam marrë në Temu. Seriozisht u habita nga cilësia dhe nga bukuria. Është kjo. Nuk e di, por në foto nuk duke ka që bukur sa është live. Do me thënë, ngjyrën e ka as qumshti jo, por si butter yellow, edhe kjo pjesa këtu që mund ta veshësh edhe në verë. Shikoni, është tamam fustan. Në fakt unë e mora ta vesh poshtë pulovrave, po dhe në verë me këtë yll. Shumë e bukur. Tjetër. Unë gjithmonë ka kohë që bëj dush me këto të silikonit, silikon brush, sepse janë shumë higjienike, nuk mbajnë mikrobe, nuk I përdor ato të tjerat. Të parën e kam marrë tek HM-ja, po dhe kjo pas ka të njëjtin material, shumë e mirë duket. Tash ta ndroj, marr një të re. Dhe goca do jenë shumë në modë përsëri këto headbands, shquhen më duket. Tash ti marr në Temu, kishte në tjerë dhe Stradivarius, në fakt po unë kisha porositur në Temu, cilësia lë për të dëshiruar se janë shumë të holla, po ta shikoni, por me aq sa do I përdor unë, që s'ma merr mendja t'i përdor shumë, është kjo e bardha, kjo kafe pak më e errët, edhe e zeza. Të shohim si do rrinë, se janë çik të holla.
Te flokët e mia të mdhaja nuk e di si do rri. Kam marrë gjë tjetër pa ju treguar. Po, kjo pasqyra e dashuroj. Është shumë e bukur. Do me thënë, edhe këto gjërat silver kanë dalë shumë në mod. Unë kisha këtë, prisni t'ja tregoj. Do t'i shtoj shumë gjërat silver në koleksionin tim. Kisha këtë kornizën me këtë foton time që kam bërë. Edhe do marrë edhe ndonjë shandan në këtë ngjyrë derisa t'i gjej të duhurën. Më pëlqejnë shumë. Vazhdojmë. Edhe i gjë tjetër të voskël kam marrë, nuk është se kam marrë shumë gjëra. Kjo nuk është se duket, duhet hapur. Do ta ngjis tani tek makina, tek pasqyra e mesit aty lart. Dhe doja u tregoj si rri. Në fakt duhet ta pastroj pak pasqyrën, se është bërë pis. Shikoni çfarë shkrimi do ngjis. Who is the diva? Mendova njëherë t'ja ngjis kësaj pasqyrës që kam marrë tek Temu, por jo, sepse kështu bleva dhe i shkrim edhe e ngjita këtu. E bleva për makinën dhe i ngjita këtu, po s'ka gjithë porosis një tjetër. Është shumë e bukur. Tani hika se jam pak me vonesë. Shifemi. Erdha këtu te Rozi edhe ka marrë sikur po iki në dasëm. Po gatuajmë. Po bëjmë kërputa të mbushura, po bëjmë ca patate kështu, janë kështu patito balls me kështu mozzarella brenda. Dhe që do bëjmë tjetër, dhe kemi futur, po, kemi futur speca, do t'i pjekim. Dhe do bëjmë brusketa me specat sipër. Kështu. Po sallat kemi ne? Jo. Kemi bërë qepën e kuqe. Ishte shkrirë dhe pak domate apo mirë është se? Se bëhet edhe në furrë ajo. Njëmi. Sipër, si thua. Po. Jerim si ai, ka çfarë. Eva kështu e zbukuruar. Duke gatuar. Sa të mira do të edhe qik djatë sipër. Kjo është një tavë me një shpiqi, kështu si të përgese, që ju thash. Këtu po zim patatet. Tani këtu kemi bërë puren e patates me majdanoz, erza, edhe krip piper i gon majdanoz. Do i marrim këto dhe do fusim nga një copë mozzarella brenda, se nuk jetëm si ato të voglat. Dhe do i skuqim kaq.
Përshëndetje nga një ditë tjetër. Doja t'ju tregoj veshjen e sotme se po më pëlqen shumë. Edhe make-upi. Prisni. Qa kam heq me këtë kollaren. Prap nuk është mënyra perfekte, por unë e ngeca dhe nuk kam dërmend të merrem më. Gjithsesi më pëlqen edhe kështu siç është, letëri pak e gjatë. Të janë bermudat. Dhe këtë këmishën e adhuroj, shumë e bukur. Ky është parfumi që jam fiksuar këto ditë. Tani edhe kjo kapelja i shkon shumë veshjes, por normalisht që nuk do dal më rrugë me këtë se më shohin njerëzit. Qa ke ti pse qesh? Se di jam shkon me balluket, po i hap këto shumë. Shikoni, prit. Sa bukur! Erdha në shtëpi dhe u kënaqa shumë tek ajo kafja Kultura, e kishte emrin. Nuk e di, ishte ambient me një vibe shumë pozitiv, më duk kështu si tipike franceze, me ato croissantet me reçel, ose me çokoladë mund ta merrje, domethënë, mora një croissant me reçel. Më kujtoi Parisin. Tani normalisht që kur kaloj në blok, kalova tek shtëpia e lumtur edhe nuk mund të dilja pa bler diçka. Edhe ajo goca po më thoshte, po të kap dora gjërat më luxury. I thash, e di se gjërat e shtrenjta pëlqejnë zakonisht. Por më shkoi syri tek ky filxhani, i cili ka detaje që mua më pëlqejnë shumë. E para njërë është kjo bluja. Shikoni pak. Nuk e di, po është një yll shumë i bukur. Nuk e di pse vazhdoj të blej filxhana të mëdhenj, kur unë kafen e pi kafe gjysëm, por s'ka problem, sepse këtu bëj ndonjë macchiato, ndonjë çokoladë, dhe kushtoi 13.000 lek. Kurse tek te Glamour Home nuk ishin gjëra kaq cilësore, normalisht, ishin thjesht me një zemër të ngjitur atje dhe 25.000 lek një filxhan, nuk më duk një çmim normal, kurse ky justifikon çmimin që ka. Shikoni sa detaje që ka. Përshëndetje. Jam bërë gati se do dal pak me Rozin. Tash t'ju tregoj pak çka kam veshur. Kam veshur këtë bluzën poshtë, që t'i duken këto detajet, por nuk delaj shumë dreqi. Më çmendi. Edhe këto detajet e mëngët. Më pëlqejnë shumë. E kam veshur me pantallona të bardha. Ja.
Do dalë të pi një kafe me Rosin tani. Dal dielli dhe jemi kaq të lumtura. Si ja bën ju që jetoni në Gjermani? Po, me Jonën duhet të plasi. Po, Jona nuk e di. Depresion. Jo, në fakt, nuk është aq keq, po sa mësohesh. Su mësojmë ne me një muaj e Po. Thjesht që të mungon të dalësh pak më hollshëm, të rish pak në diell, jashtë ulur në një lokal. Si zori unë me Rosin. Po më shkon leksi mu. Njerëz. Sa e mirë. Kemi marrë të dyja të njëjtën gjë. Dhe këtu nuk ka fare diell, mezi po presim të pim kafe në diell. Të hap shpejt e shpejt se vdiqëm. Tani u ngroh situata se aty tek Ins ishte një i ftohtë një herë dhe sot është dita më e ftohtë këtu në Tiranë. Kemi ngrënë aq shpejt sa që nuk e di po mundem të barë. Kemi ngrënë me shpejtësinë e erës se nuk ishim ngrënë në fakt dhe tani jemi ulur te Morsi. Tani besoj se do shijojmë se kemi ndezur dhe ngrohsen. Ja ku është. Edhe dielli bën punën e vet. Vdiqa për sotin. Aq shumë sa kur po paguani, po më merrsoheshin syt s'po shifja dot atë. Çik portofolio. Më nxirr çik. Ma po të çik të Tani po, një kafe në diell ishte ajo që kishim më shumë nevojë. Te kafja duket shumë e mirë, te Morsi. Këtë Morsin e ka bekuar zoti me këtë diellin. Ai të gëzuar. Gëzuar me kafe. E hapa kamerën, sepse po më pëlqen shumë ky ndriçimi natyral i perëndimit tani. Edhe thash t'ju tregoj blerjen më të re që bleva sot tek HM-ja. Shikoni sa e bukur është kjo bluzja. Jam fiksuar me këto gjërat bazike, të zeza ose të bardha, por shikoni këtë detajin këtu se sa i bukur që është. Edhe me këto pantallonat e bardha, shko ka shumë fare. Shumë e bukur. Ndërkohë flokët e mia shi sa bukur. Ja ku jemi nga një ditë tjetër. Sot thash do çohem, do hap kamerën, do ju tregoja të gjitha gjërat. Por seriozisht në një ditë kam nevojë të pushoj, nuk dua që të regjistroj, nuk dua që të bëj asnjë video, dua të kaloj kohë me familjen dhe kështu ishte edhe kjo dita sot. Kam kaluar kohë me familjen, me mamin, me babin, me Rosin, me Leksin, më ka marrë shumë malli për Denzelushin, për Jonën, shumë fare. Shpresoj që t'i iki sa më shpejt ose të vi Jona tek unë. Sepse unë shkoj shumë shpesh në Gjermani dhe Jona vjen shumë shpesh këtu si që keni parë. Tani, erdha dhe hapa kamerën, sepse do e ndryshojmë këtë veshjen e paradites, që s'jua kam treguar. Prisni. Do e ndryshojmë dhe do veshim diçka për të dalë për darkë, sepse sot ka ditëlindjen Leksi, vllai. Dhe kam parë, ai na e la ne në dorë restorantin, mua dhe Rozit. Pa shumë restorante, e donim restorant peshku, asnjëri nuk ma mbushte syrin, pastaj në fund tham, okay, të shkojmë tek Nalu, që isha herë në fundit dhe më ka pëlqyer shumë fare. Si peshku, si makarona, çdo gjë ishte perfekt, më pëlqeu shumë edhe thash pse jo, të shkojmë përsëri. Ndonjëherë nuk më pëlqen të rrezikoj, sidomos me restorantet që herët e fundit kam pas shumë zhgënjime. Kështu që më mirë shkojmë te Nalu.
Atje nuk është se është në një vend super klas ose kështu, thjesht një darkë do hajmë, po gjithsesi unë dua që të vishem bukur, të shoh sipas mundit se ç'a do vesh. Tani make-upin kështu siç e kam, thjesht do t'i bëj buzët normalisht se m'jam fshirë, do t'i bëj në një rregullim të vogël edhe kaq. Ja ku jam, e zgjodha veshjen, kam veshur këto, ç'a quhen, pantallonat me këto getat dhe këtë bluzën shumë e bukur. Këto detajet ju ja kam treguar. Lyeva buzët me buskuq të kuq, bëra pak penel, por se më pëlqen shumë e zeza me të kuqe, mbaroj për buzë të kuqe, por nuk e di a t'i fus shkëlqim apo jo. Kam këtë shkëlqyesin e Chanelit në numrin, qa numri është ky tani? Nëse nuk e di, ta provoj njerë me shkëlqim, qoftë se më pëlqen do e fshi. Bukur. Sikur më pëlqeka. Kurse buzët i kam bërë me një buskuq të Lankomit që kam fiksim. Këtë ngjyrën do e blej prapë se po mbaron. Por prisni se nuk kam mbaruar akoma me veshje. Se e kam marrë me shumë terezi, ky është buskuqi i Lankomit në numrin 82, Drama Mat thot. Më pëlqen shumë. Ta provoj me të xhaketën. Sa mirë që ka gjatë, fiksi që dua unë. Na shkon thua? Bukur duken këto detajet. Më pëlqeka. Si ju duket? Mua më pëlqen goxha. Tani të hedhim edhe parfumin. Kaq shpejt u bëra gati, vetëm buzët edhe pak penel, të bëj edhe pak blash. Nuk e di pse, po mendoj që të vesh pantallona gjata, që nga me shumë mendje sot. Ose jo, më mirë po mbaj këto. Parfumi është ky. Duke u munduar mos ta hedh te qafa, po duhet pak, se duhet preki në lëkurë. Ky është parfumi që jam fiksuar. Ka shumë kohë që e kam, por thjesht jam fiksuar ta hedh këto ditë. Përshëndetje nga një ditë super me diell. Jam shumë e lumtur, ky dielli të lumturon vërtet. Do iki në punë tani. Do mundohem të editoj dhe do ju tregoj një lajm shumë të bukur që së shpejti do iki në Gjermani për disa ditë. Ishte vendim shumë i shpejt, domethënë nuk është se do shkoja. Thjesht e vendosa në moment të fundit se do ikte Leksi dhe Rozi. Kështu mezi po pres, do mundohem t'ju tregoj gjërat që do marr me vete. Çdo gjë dhe shoqyr më në fund më doli një udhëtim, sepse unë bëj shumë udhëtime dhe nga që kam pasur punë nuk kam bërë këto kohë dhe më në fund doli një udhëtim që t'ju tregoj dhe ta kem kujtim për veten time më shumë në vlog. Isha duke regjistruar edhe
kom shikonin komshinjt. Qa sikleti, do me thënë, nuk e di. Kemi shumë gjëra të vështira për të bërë, të dalë këti nga ana tjetër. Palesa më shajnë. Prandaj dua të jetoj jashtën. Gjithashtu këto ditë më ka bërë përshtypje disa gjëra. Shumë njerëz më kanë zhgënjur. Nuk e di pse. Kur afrohen njerëzit në jetën time, këto njerëzit e ri flas, jo ato që kam me vite, nuk ndihen mirë nga gjërat e mira që unë kam dhe ndihen shumë keq dhe për këtë arsye largohen. Gjithashtu kushërinjt e afërt flas, gjithashtu edhe ato largohen, ndërkohë që unë nuk i kam bërë kurrë njeriu asgjë të keqe, përkundrazi jam njeri shumë i dashur, më shumë se ç'duhet, ndoshta ky është dhe gabimi im. Kam respektuar njerëz që nuk duhet t'i kisha respektuar dhe prap zhgënjehesh. Po pse mo njerëz, një jetë keni. Se shkoni mirë me motrën, me vllajin, me kushëririn, me shoqen, me shokun, çrën si ka kjo? Qa do mbani mend nga jeta? Përse duhet të keni hatërmbetje? Nese. Nuk është se më intereson shumë, thjesht më vjen keq për faktin që njerëz që unë i vlerësoja, i respektoja, nuk do jenë më pjesë e jetës time, sigurisht. Mejse, është shumë ditë e bukur për të folur për kështu gjërash negative, kështu që ikim. Shikoni tani, si t'jetosh në Shqipëri, se më thoni mua s'ka si Shqipëria, kur sa del nga dera të kanë zënë rrugën dhe ta acarojnë nervin. Dhe mirë që të zëjnë rrugën, por të shohin dhe shtrembët. Nuk e di, thjesht nuk e di. E marrë hejt, stima. Kafe me këditën. Kam ardhur me çiftin të pronatyra për të bler gjërat që ja kam fiksuar unë. Influenca e keqe. Po në Gjermani ç'do bëjmë ne me sallamrat?